Bordi i Zyrës së Rregullatorit të Energjisë së Kosovës ka miratuar kërkesat për ngritjen e tarifave të energjisë elektrike për 3 operatorë energjetik, duke lënë të hapur çështjen e përqindjes përfundimtare të rritjes. Radio Europa e Lirë ka raportuar se, sipas burimeve të brendshme, çmimi mund të rritet deri në 16%. Bordi i Zyrës së Rregullatorit të Energjisë së Kosovës ka njoftuar se do të bëjë të ditur përqindjen e saktë të rritjes në ditët në vijim. Kërkesat për rritjen e çmimit janë paraqitur nga operatorët e sistemit, transmisionit dhe tregut, Kompania për Distribuim të Energjisë Elektrike në Kosovë dhe Kompania Kosovare për Furnizim me Energji Elektrike, të cilët argumentojnë se kjo është e nevojshme për shkak të importit të energjisë dhe rritjes së kostove të saj. Rritja e tarifave, që është propozur në rreth 15%, vjen pas një vështirësie të vazhdueshme në prodhimin e energjisë elektrike për shkak të vjetërimit të termocentraleve Kosova A dhe Kosova B dhe varësisë nga energjia e importuar. Kërkesa për rritjen e çmimit është kundërshtuar nga institucione të ndryshme, përfshirë Presidencën e Kosovës dhe qytetarë, të cilët kanë ngritur shqetësime për ndikimin negativ në jetën e përditshme. Qeveria në detyrë i ka bërë thirrje Bordi i Zyrës së Rregullatorit të Energjisë së Kosovës që të mos e rrisë çmimin për konsumatorët që shpenzojnë më pak se 800 kW në muaj. Pjesëmarrësit në protesta janë të angazhuar për të kundërshtuar këtë rritje të çmimit të energjisë, e cila mund të ketë pasoja të rëndësishme ekonomike për qytetarët dhe bizneset.